Ju thatë që roli juaj është thjesht një rol politik, e pak fjalë doni thoshit që nuk marrni ju përgjegjësi se çfarë bën një polic i cili mund të ndodhi që në policin në mënyrë të natyrshme mund të ketë edhe element që bashkëpunojnë me krimin ose janë pjesë të organizatave kriminale. Dakor? Kjo mund ndodhte në një vend normal në perëndim. Dhe ju nënvizuat faktin që ju do merrni masa dhe nuk do falni asnjë prej tyre. Ju po na thoni praktikisht agron mos u shqetëso se nëse ne dallojmë dhe kuptojmë që në një polic bashkëpunon me krimin organizuar, ne do marrim masa, po nuk e kam për policin e thjeshtë, zoti ministër. Unë e kam, pyetja ime ishte pikërisht për ju si ministër, për ju si antar të kësaj qeverie. Unë për këtë po flas. Tani ju erdhët e thatë që policia gëzon besimin e policisë vendeve të Bashkimit Evropian. E vërtet është pak ndryshe, zoti ministër. Ata nuk kanë besim te policia shqiptare. Atyre u ka ardhur majtundës. Nuk kanë që të bëjnë dhe janë të detyruar të vinë ata, sepse policia në Shqipëri nuk vepron. Erdhët e lexua tani si arritje të policisë së shtetit një investigim, lexuat deklaratën për shtyp të Europolit në lidhje me operacionin e fundit që erdhën e bën këtu në Shqipëri, erdhën e bën ata. Erdhi policia austriake, i mori përveshi zyrtarët tu dhe i çoi në një call center me 450 operator, e thot deklarata e Europolit, 450 operator që mashtronin qytetarët e Bashkimit Evropian në Austri. Policia nuk bënte asgjë, nuk e shikonte që kishte një call center me 450 operator që mashtronin. Tani këtë, po ju nuk keni nevojë të justifikoni se nuk ishit aty, zoti ministër. Po ky është një fakt. Nuk ka cep të Tiranës ku nuk zhvillohet aktiviteti kriminal i call centrave që mashtrojnë, call centrat Forex, zoti ministër. Ju e dini shumë mirë këtë dhe më vjen keq që vini e thoni këtu. Sepse nuk ju nderon. Flisim për policinë, po ne nuk flasim, nuk e kemi problemin, ne nuk mendojmë se janë policët të gjithë kriminela. Jo, zoti ministër. Ne themi atë që thot Spaku, përfaqësuesit e Spakut kanë thënë që ne nuk kemi besim te policia, te krerët e policisë, dhe ata nuk e kanë me policët e thjeshtë. Ç'pun ka polici thjesht? Janë shefat dhe ata vendosen nga ju, vendosen nga kjo qeveri. Prokurori, krye prokurori italian, e keni dëgjuar besoj, ka thënë shprehjimisht, nuk është e tepërt të thuash që Shqipëria është një narkoshtet. E ka thënë në një intervistë, fliste për qeverinë tuaj, për shtetin tuaj. Tani nuk ka dyshim që një pjesë e mirë e qeverisë këtu është një qeveri fasad. Më vjen keq ta them, nuk dua t'ju ofendoj personalisht, po është një qeveri fasad. Nuk pyet njëri ministrat. Ky është një aktivitet që shkon përtej jush, përtej pushtetit tuaj, mundësisë tuaj për të ndryrë. Dhe këtë nuk e them unë. Ka dalë ishte një reportazh, e thot emisioni investigativ Lejene, zoti ministër, e thot shprehjimisht. Dhe mund besoj se keni parë. Po nëse nuk e keni parë, mund t'ua tregoj prapë. Shojnë çfarë thot. Atëherë, Lejene come consulente nei call center e dice di conoscere dove si trovano decine di centralini e chi c'è dietro. Conosco proprio la cartella come funziona. È un default del Partito Socialista. Zoti ministër, që një ish deputet i PS-s, shprehjimisht, shumë i pushtetshëm, ka me 10 call center në Tiranë, disa nga më të mëdhenjt. Por thot ky gazetari Lejene që kjo s'ishte gjë fare në krahasim me çfarë na tha dhe çfarë zbuluam. Zbuluam që vëllai i një personi me pushtet absolut në Shqipëri, po e përsëris shprehjimisht,
dhe me miqësi vllazore në Itali kontrollon totalisht ose pjesën më të madhe të call centerave të Forexit në Shqipëri. Tani cili është ky personi me pushtet absolut dhe me një lidhje dhe miqësi vllazore me Italinë? U vinë në mendje ndonjë emër? E ka për kryeministrin. Tani, kjo është bërë publike, por askush nga qeveria apo kryeministri nuk morën mundimin ta përgjinjështronin. Tani, nëse kjo është e vërtet, siç unë mendoj se është e vërtet, e kuptoni tani që pushteti juaj dhe mundësia juaj për të vepruar është praktikisht inekzistente? Ka si mundësi? Kur vllai i njeriut me pushtet absolut është i përfshirë, ju nuk s'mund të bëni asgjë. Tani, por unë, zoti ministër, do të shkoj përtej kësaj, sepse nuk ka dyshim që përjapja e këtij fenomeni shkon përtej përfshirjes së vllajt të kryeministrit. Dhe nuk polarizon vetëm se është i përfshirë ai, por këtu kemi të bëjmë jo vetëm me shfrytëzimin e pushtetit politik që ai ka, por kemi të bëjmë me zbatimin e një modeli ekonomik të bazuar mbi aktivitetet kriminale në Shqipëri, ku ky fenomen është një prej tyre. Ka shumë aktivitete kriminale mbi të cilat bazohet modeli ekonomik i kësaj qeverie. Nuk është habi që një vend i varfër në përpjekje për dal nga varfëria shikon edhe drejt aktiviteteve kriminale. Por është e papranueshme që kjo përpjekje të kthehet në modelin që kjo qeveria ju ofron qytetarëve shqiptar. Qartësisht në këto 35 vjet, shteti shqiptar ka vuajtur nga pasojat e krimit organizuar. Por vetëm me ardhjen e qeverisë suaj, ky model është kthyer në standard. Modeli juaj ekonomik bazohet mbi aktivitetin kriminal. Ju mendoni që Shqipëria mund të pasurohet, të lulëzojë mbi një model ekonomik dhe shoqëror të bazuar mbi krimin. Kjo është kuptuar që ditën e parë të kësaj qeverie. Me kanabizimin e vendit ishte qartësisht, ky fenomen ishte qartësisht një strategji politike ku sigurisht përfituesit kryesorë ishin njerëzit e lidhur me pushtetin dhe me këtë qeveri. Këtë nuk e them vetëm unë, këtë e ka pranuar edhe vetë zëvendës kryeministri, zëvendës ish kryeministri Ahmetaj, i cili ishte nga njerëzit më të afërt të kryeministrit dhe një nga bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë edhe para se ai të vinte në pushtet. E ka pranuar. Dhe ai ka reaguar, e thot ai. Unë, thot, kuptova që Edi Rama donte nëpërmjet kanabizimit të zhvillonte ekonominë e Shqipërisë dhe i kam kundërshtuar këtë gjë. E njëjta gjë ndodhi dhe me trafikun e drogës, të cilët ju e përmendët. Ka lulëzuar trafiku drogës në Shqipëri, sepse vetëm trafikantët e drogës shqiptar kanë një vend ku për ata është një parajs, është parajsa e krimit. Ata mund të bëjnë çfarë të duan këtu. Drejtojnë trafikun e drogës, fshihen, pastrojnë parat, mbyllin pazare dhe kanë mbrojtje politike. Ky është fakt, nuk e them unë. Pse ndodh? Ndodh qartësisht me lejen e kësaj qeverie. Sepse kjo qeveri beson që është e vetmja rrugë që ka Shqipëria të zhvillohet, është krimi organizuar. E njëjta gjë ndodhi me sektorin e ndërtimit, ku pastrohen masivisht parat e drogës të krimit, nuk ka nevojë shumë e thjesht për ta kuptuar. Mjafton të shikosh shkullat që bëhen nga kush bëhen, janë biznesmen, disa prej tyre janë biznesmen anonim, që kanë marrë leje ndërtimi për ndërtime prej 200 milion euro, 300 milion euro. Tani s'ka nevojë të jesh ministri brendshëm për ta kuptuar, dhe një qytetari thjesht e kupton me çfarë kemi të bëjmë.
Po ju arritët deri aty, kjo qeveri arriti deri aty, sa dhe një sektor si ai i IT-s, që ishte parë si shpëtim për shumë të rinj dhe të reja në këtë vend, edhe aty yri krimi organizuar. E pabesueshme. Edhe në IT futët krimin e organizuar. Mjafton të shikojmë çfarë ndodhi me Akshin, zoti ministër. Prandaj them që këtu nuk kemi të bëjmë me një aktivitet kriminal, këtu kemi të bëjmë me një model ekonomik. Ju i ofroni shqiptarëve këtë model ekonomik, të bazuar mbi krimin e organizuar. Sot një i ri, zoti ministër, duhet të vendos me çfarë të merret në jetë. Ndryshe nga shumë të rinj të vendeve të Bashkimit Evropian në Shqipëri, duhet vendos të përfshihet në botën e errët apo të rezistojë tundimit dhe të zgjedh rrugën e gjatë, rrugën e vështirë, rrugën e ligjshme, zoti ministër. I keni vënë të rinjt përballë një dileme. Sepse sot në çdo sektor lulëzon krimi. Kjo është oferta juaj për të rinjt. Por ky nuk mund të jetë modeli i Shqipërisë dhe nuk është vetëm çështje morale apo etike. Nuk ka asnjë vend të botës, aq më tepër ne që synojmë të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, që ja ka dalë nëpërmjet mbështetjes së krimit organizuar. Është një model që jo vetëm nuk e nxjerr një vend nga varfëria, por përkundrazi, e mban atë peng. Prej 35 vitesh, zoti ministër, ne vazhdojmë e shikojmë në rrugët tona, në jetën tonë të përditshme, se si njerëzit e arritur që kanë makina të shtrenjta, që kanë vila, që bëjnë pushime të shtrenjta, nuk janë ata që kanë dalë me punë, por ata që kanë zgjedhur rrugën e krimit, zoti ministër. Është fatkeqësi. Është fatkeqësi që shqiptarët duhet i shpjegojnë fëmijëve të tyre që rruga e atij 20 vjeçarit që del me makinë 500.000 euro është e gabuar. Duhet t'ia shpjegojmë, pas 35 vitesh jemi në të njëjtat kushte. Rrugët e Tiranës janë të mbushura me personazhe të krimit organizuar që i kanë bërë parat ose me trafik droge, ose me call centerat Forex, ose nëpërmjet trafikut të drogës apo krimit organizuar në përgjithësi, apo nëpërmjet korrupsionit, siç e dini shumë mirë. Nuk është kjo mënyra, zoti ministër, nuk është kjo mënyra e zhvillimit. Prej më shumë se një dekade ju vazhdoni të kriminalizoni ekonominë dhe Shqipërinë. Tani, dikush mund të mendoj që në fundit po vidhen në shtetasit e vendeve të huaja, dhe një shqiptar mund të thotë, po mëse ata vjedhin ne, dhe ne shqetësojmë se po vjedhin të huajt. Po përveç problemit ligjor, kjo nuk është një zgjidhje për një individ dhe aq më pak për një shoqëri të tërë, zoti ministër. Besoj se mbi këtë do të jemi dakord. Tani, unë kam një pyetje tjetër për ju, do të përfitoj nga kjo seancë, sepse skapini. Para kësaj seance ishte një seancë tjetër, zoti ministër, në lidhje me rjollin. Dhe një banor i rjollit, nuk e di nëse ju e njihni, pa e njihni të shumë mirë, Luciana Kokaj, donte të bënte një pyetje, kur i thash që kisha interpelancë, më tha apo ta pres ti bëj këtë pyetje. Qartësisht nuk kishte mundësi ta bënte atë pyetje sepse ju futeni nga një hyrje për qeverinë. Po ma kërkoi mua ta bëja këtë pyetje. Dhe pyetja është kjo, zoti ministër, nëse keni Fondacioni Soros. Vallari, kur ti punoje në Soros, të Fondacioni Soros, për të hartuar reformën drejtësi, unë isha një intervistuese e thjeshtë si studente që isha.
Dhe ne gjithë si intervistues të kemi parë me admirim si atë djalin që erdhi nga Oxfordi me ëndrrën për të bërë Shqipërinë. Më thuaj të lutem sot, kshu po bën ti Shqipërinë, duke sjellë policat e Faleminderit zoti Shehaj. Zoti ministër, e keni prapë. Zoti ministër, keni fjalën 3 minuta. Drejtuese e seancës, lidhur do fokusohem pikërisht vetëm të përgjigjem për atë për cilën jam ftuar këtu konform rregullores dhe herë tjetër merrni kohën për të bërë show, po t'i qëndrojmë rregullores. Ka rregullore këtu, kam respektuar detyrimin tim ligjor për të ardhur dhe të jap llogari këtu, po nga ana tjetër, nëse ke e shikon këtë sallë si mundësi faktorizimi, patjetër është e drejta jote, por siç është edhe e drejta ime, të refuzoj të bëjmë pjesë e kësaj. Nga njëra anë zotri, më thret në interpelancë dhe kërkon përgjigje nga unë, dhe ndonë se janë çështje operacionale, unë patjetër para aq sa mundem respektoj funksionin e deputetit dhe përgjigjem, po nga ana tjetër tenton të delegjitimosh ministrin e punëve të brendshme, duke cituar copza, intervistash, emisionesh e tjerë nga vendi i fqinj. Tani, përgjigja më e mirë për dikë që thret ministrin e brendshëm dhe nga ana tjetër thot po ti koce fasad se kot flasim, është zotri ta ka dhënë jo ministri, nuk po ta jap punë, po me që paske qef për shkak të shkuarës tënde në Itali, se nuk po përmend faktin që shumë të tjerë më thanë, po si do është nonsens tani interpelancë për call centeret nga dikush që njihet në këtë sallë vetëm për call centeret. Tani, me që jemi te delegjitimimi dhe konflikti dhe situata absurde që krijohet dhe dalja kapërcimi në deg të tjera për te qëllimit të kësaj interpelance. Mund të them që përgjigje më të mirë ta ka dhënë para 2 ditësh ministri i brendshëm i Italisë, Matteo Piantedosi, cilin pata kënaqësinë ta takoja dhe diskutoja në mënyrë shumë konstruktive në zyrën time në ministri, i cili deklaratën tje e ka bërë publike në gjithë rrjetet sociale të mundshme dhe pastaj zgjedhja është e jotja, nëse do t'i referohesh lejene apo ministrit të brendshëm të Italisë, me që ministrin e brendshëm të Shqipërisë nuk e njeh.